jo vetëm si banore e qytetit të Elbasanit, por edhe nga profesioni si arsimtare. Unë jam çdo ditë në kontakt me të rinj, jo vetëm me të rinj që janë në shkolla, por jam në kontakt edhe me largimin e të rinjve. Kur kam filluar unë mësuese për herë të parë në vitin 1999, klasat ishin me nga 5 paralele. Kam filluar në Cerrik dhe mbaj mend që numri i nxënësve në një klasë arrinte 53 nxënës, ndërkohë që regjistri kishte vetëm 50 numra. Ne ishim të detyruar që shnonim pra poshtë numrave, s'kishte vend. Kurse tashi, jo vetëm që nuk sigurojmë dot një ose 2 paralele, kjo vjen si pasojë e largimit, pasi të rinjt kanë humbur shpresën. Kjo vjen për shkak të mungesës investimeve në arsim, nuk po flasim thjesht në aspektin e infrastrukturës që është më minimalja, por po flasim edhe në aspektin e kurikulave, po flasim edhe në aspektin e lidhjes së arsimit me ekonominë. Të rinjt e sotëm mbarojnë shkollat edhe nuk e gjejnë veten të aftë për tregun e punës. Kjo është arsye që ato janë detyruar të largohen, pra papunësia, siguria, mungesa e të ardhurave i ka detyruar ata që të largohen. Unë jam nën e 3 djemve, 2 prej të cilëve i kam në emigracion, dhe kjo është dhe një nga arsyet e forta që unë jam bashkuar Nismës Shqipëria bëhet, sepse duke qenë se ne në fokus të programit kemi rinin si e vetmja mundësi për ta bërë këtë vend që të ekzistojë, për ta bërë këtë vend të qëndrueshëm. Kështu që një nga pikat e forta të programit të Shqipëria bëhet është pikërisht arsimi